Dhjetori është muaj kur Korça merr një shkëlqim të veçantë. Ne qojmë me kënaqëri kryeqytetin e festave të fundvitit në Shqipëri, sepse në këtë periudhë qyteti gjallërohet nga dritat, muzika dhe vizitorët që vinë për të përjetuar një atmosferë unike. Kjo magji reflektohet edhe tek numri i vizitorëve. Edhe këtë vit Korça është rezervuar gjatë gjithë muajit, jo vetëm për Krishtlindjen dhe natën e ndrimit të viteve, por çdo fundjavë, madje edhe në ditët e zakonshme. Festimet nisin me ndezjen e dritave më 6 dhjetor në orën 18 në zonën këmbësore me orkestrën frymore të forcave të armatosura dhe performancën e Gerta Mahmutajt tek Pazari i Vjetër, duke krijuar kështu 2 skena festive në qytet. Panajiri me shtëpizat prej Druri dhe risia e këtij viti, shtëpiza Babagjyshit pranë katedrales, do të ofrojnë gëzim për fëmijët, ndërsa pista patinazhit mbetet një nga atraksionet më të pëlqyera. Çdo fundjavë serenatat korçare tek Pazari i Vjetër rikthejnë identitetin e qytetit dhe japin vizitorëve një atmosferë të ngrohtë dhe autentike. Kulmi i festimeve vjen në natën e ndrimit të viteve me koncertin e Venera Lumanit dhe Lind Islamit, përveç spektaklit të fshekzjarreve, duke kthyer 31 dhjetorin në një mbrëmje të paharrueshme për banorët dhe miqt që do të jenë në Korçë. Korça gjatë gjithë këtij muaji është një ftesë e hapur për gjithë ata që duan të përjetojnë traditën, muzikën dhe ngrohtësinë e festave.